Miço është një nga emrat më të njohur të medias shqiptare, prezantues televizioni, producent, aktor dhe drejtues kreativ. Ai ka ndërtuar një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në ekranet shqiptare që nga viti 2005. Jeta sentimentale, njohja dhe martesa me Sara Hoxhën është një nga kapitujt më të ndjerë të historisë së tij personale. Është lidhja me Sara Hoxhën, një emër i njohur mediatik dhe producentja televizive brenda familjes Hoxha, që zotëron edhe Top Media. Por si u njohën? Ledioni dhe Sara u takuan në ambientet e punës, teksa të dy ishin të angazhuar në projekte televizive. Intervistat e tij tregojnë se Sara nuk e pa vetëm figurën publike, por njeriun prapa mikrofonit, një gjë që afroi emocionalisht shumë shpejt. Çifti u martua në gusht të vitit 2018, një ceremoni të bukur në liçenin e Komos në Itali, një moment shumë i komentuar nga mediat. Sara dhe Ledioni kanë ndarë her pas here kujtime nga ceremonia, duke treguar mirënjohje për lidhjen dhe mbështetjen që kanë ndihmuar të ndërtojnë së bashku. Nga kjo martesë kanë ardhur në jetë 3 fëmijë, një vajzë dhe 2 djemë. Ledioni shpesh ndan foto të momenteve familjare në rrjetet sociale, duke treguar se familja është prioriteti i tij më i madh, përtej ekranit. Sara është jo vetëm bashkëshortja e tij, por edhe partnerja profesionale, prodhuesja ekskluzive e formateve televizive, ku ai punon si Big Brother VIP Albania. Ajo ka thënë se Ledioni është profesionist në punën që bën, duke mbështetur publikisht për prezantimet e gjata dhe përgjithësi në emisione të mëdha. Në një intervistë të tij, Ledioni tha me humor se njohja me Sarën ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme në jetën e tij, duke treguar se lidhja e tyre ka qenë një bazë solide emocionale për të dy. Karriera profesionale nga fillimi dhe deri në Big Brother VIP Albania. Karriera e tij filloi në vitin 2005 në televizion, ku prezantoi programe si Wake Up dhe Shtoj Zovallet, që atëherë ai u bë shpejt një emër i njohur për publikun e gjerë. Gjatë viteve Ledioni ka qenë pjesë e projekteve të mëdha në mediat shqiptare, si Top Fest në vitin 2007 deri në vitin 2016, Unplugged, The Voice of Albania dhe The Voice Kids, Big Brother Albania si prezantues i sezonit të 8. Në vitin 2024, ai u rikthye në ekran si prezantues i Big Brother VIP Albania, një prej formateve më të ndjekura në vend, duke zëvendësuar Arbana Osmanin dhe duke marrë rolin kryesor në këtë spektakël realiteti. Përtej prezantimit, Ledioni është dhe drejtor artistik i Top Channel dhe drejtor ekskluzivisht i Top Channel Films dhe Top Channel Radio, që nga viti 2010, duke u angazhuar edhe në drejtimin e projekteve televizive dhe filmike. Po juve, si u duket Ledioni? Ju pëlqen si prezantues?